Njerëzit kur më shohin në bazë ndarjeve politike më shajnë në mënyra të ndryshme, por për të më shajnë gjithë, këtu në Kosovë flas. Pak gjë që thënë e fjalë të mirë. Sepse unë i bi të gjithë klasës politike dhe besoj unë që janë zogjtë e qyqes. Po Albini është zogu më i madh i qyqes Soros që ka pasur Kosova, do ta kuptoj më vonë. Po do vi një ditë që në Kosovë do humbasi perceptimi se do ketë ndonjëherë zgjedhje. Albini brenda 3-4 vjetësh do kapi gjykata, presidencë, do kapi çdo gjë. Në atë moment do shfaqet Albini vërtet. Jo ky që keni parë. Ky është i mirë kur e shihni. Ky herë do marrë pushtetet. Pasi të marrë pushtetet këtu s'do ketë më demokraci, s'do ketë më zgjedhje, se s'do ketë kush të fitojë. Pasi Albini ka një armë. Ka aftësinë si komunist i vjetër që është, në kuptimin jo thjesht si personazh, jo thjesht si personazh, po si histori e personazheve komuniste, që do ketë një masë garancie për vota. Dhe kur nuk do fitojnë ai partitë të zgjedhjet, partitë janë të soptuara dhe të kontrolluar dhe ato, por Lumir Abdixhikun kur u zgjon 2021 ka bërë autobiografinë e tij të paautorizuar, kanë botuar në Shqipëri duke thënë ky brenda 4 vjetësh do e bëj LDK-n tapetin e Albin Kurtit, sepse ky nuk është Lumir Abdixhiku. Ky është Lulmir Abdixhiku, kopja e Lulzim Bashës. Dhe ky ka detyrë të shkatërrojë LDK-n. Dhe kështu klasa politike do të jetë gjithmonë paterica e dur e një pushteti absolut të Albinit të Sorosit. Për lëvizjen LGBT, dhe ata që besojnë që duke liruar një rrugë, duke zbukuruar një qytet, në kuptimin që ja çliruam Mitrovicën, unë i siguroj për diçka. Më gjeni një arsye që Vučić të qëndrojë një ditë më shumë pushtet pa Albinin. Albini është mjeti se si Vučić ndërton narrativën nacionaliste në Serbi, duke gjetur armikun, dhe Albini qëndron pushtet sepse ka Vučićin. Kur ti ke Vučić i ke dhe Albini, kur ti ke Albini i ke dhe Vučić. Wow, bravo. Mi thot dëgjona që për na lumbi mend, do të si ka thonë kërkosh. Kur thoja në Shqipëri në vitin 2014, që ka një agent për shpopullimin e Shqipërisë, dhe këtu nuk do ketë, më do ikin shqiptarët, mua më shifin që shkuj që thotë të gjëra. Këtë ftojmë në televizion, atë të çmendurin. Në vitin 2021, kur filluan ta kuptojnë që kjo kishte ndodhur, mu liruan në 2 televizione, në tjera thanë mos e sillni, s'na kujtohet që ka qellu. Po Hashim Thaçi ish presidenti që është Hashim Thaçi e hëngri sepse luajti me 2 porta. Hashim Thaçi ishte komplet në shërbim të Edi Ramës dhe Vučićit dhe ushit i tëri siç është nga A-ja ke Z-ja në një projekt ndërkombëtar. Nuk e di me çfarë kontrollonin, mbase me këto dosje që kanë përdorur. Por ai është viktim në atë gjyq, në atë Hag, dhe unë kam dalë protestoj për lirimin e tij. Sepse nuk e kanë arrestuar sepse është ky që është. E kanë arrestuar për të njëllosur UÇK-n. Nga ana tjetër, në çdo lloj kuptimi të fjalës, ai shërbeu Sorosit nëpërmjet Edi Ramës dhe e lidhi dhe me Vučićin, por në fund fare kjo është e sigurt, ata e arrestuan sepse do shkonte ke Trumpi të firmonte një marrëveshje me 10 pika, e cila ishte në favor të Kosovës, por që Kosovë nuk e din çfarë shkruaj marrëveshje, thjesht thonë që do të coptojë Kosova. Është marrëveshja e vetme më e mirë që ka pasur Kosova dhe që nuk do të shohim më sy. Bravo, ta dërgita për to. Po dojmë tek tema aktuale se i kemi edhe 2 mysafir mbrapa, dhe ashtu s'po rrin rahat. Netanyahu është gjolla, ka dek. Ka të gjitha mundësit të jetë gjallë, po gjitha mundësit të jetë vdek. Ajo që është se sigurt është që kur e vran Charlie Kirk, se për mua këta e vran dhe Charlie Kirk në Amerikë, ky për 5 minuta shkruajti mesazh që se kemi vrarë ne. Ndërkohë tani sa ditë ka, sa javë do bëhen, që ky nuk del publikisht, që ta kemi prova me fakte, me figurë, që ky është gjallë. Dul me atë ambasadorin amerikan, tha nuk je ti që kena vrarë. Unë të bëja 100 video se ajo. Po, me inteligjencë artificiale sa duash ti. Ta nxjerr dhe me kamenin bashkë. Po shkon buni çudi më e madhe, i shkon domethënë kish pos patika këtu, bash me sako me kat kështu tesha. I kish pos jo kpuca sigurisht, po kish pos zare çashtu. Ajo ChatGPT-ja veç patika di. Ka dhe një batutë që ka përcaktuar që është një provë absolute kushdo që ta shohë dhe njëra atë video. Shifeni edhe njëra video. Do kuptoni që ai nuk mund të jetë kurrë Netanyahu, sepse aty është një tavolinë ku ai ka hedhur bakshish. A hedh bakshish judeu? Si dhe? Mi pa aja urat e kofja 15 që shkruan 15 mars e kështu? Dëgjom, inteligjencia artificiale ka të mirë. Po të ke sy të vëmendësh gjen gjithmonë që nuk është e vërtetë. Domethënë s'është e vërtetë që nuk e besoj atë video. Ai mund të jetë gjallë, po ajo video është e fake, është e sigurt. Të gjitha videot që kemi parë janë fake. Po ajo domethënë që po fol, që po thotë Mesia i vërtet ka me ardh, vjen jo ke tajt e tjetër në tajt. Në vitin 94, koka themeluese e të gjithë sionizmit, ose më saktë që unë e quaj nazi-sionizmi, në kuptimin më literal të fjalës. Nazi-sionizmi. Nazi-sionizmi. Unë kam bërë një studim një herë mbi studim krahasues midis nazizmit në Poloni dhe nazizmit në Palestinë. Dhe sionizmit në Palestinë. Më doli që ishte e njëjta gjë. Po njerëzit nuk e dinë historinë e Polonisë, nuk e dinë historinë e nazizmit në Poloni.
ku Polonia ka që pasur fatin e Palestinës, vetëm se fati e deshit ishte vetëm 4 vjetë si histori. Dhe mund të them me plot gojën që fjala nazisionizëm është fjala më perfekte që mund të them për atë regjim. Nuk gjej fjalë më të përshtatshme. A ftojmë është edhe një mysafir mbrapa, vjen nga Shqipëria dhe ai, është mysafir shumë i mirë, është special sonte edhe ai. Edhe pse Që u bë ty që na takoni ne këtu nga Tirana. Faleminderit shumë është. Edhe pse ka qenë agjerueshëm, domethënë ka ardhur, na ka nderuar sonte me pjesëmarrje teologu i njohur Elir Surrë ftoi me dorë të kitë të mëdha. Kosh, faleminderit shumë që erdhe. Respekt e faleminderit shumë. Kënaqësi të takoj dashur. Respekt. Tashmë henëm temë, i nderuam Elir edhe prandaj ja era edhe më të ftuese. Deri tash s'kem temën tonë. Tash jemi edhe në temën tonë, po besoj. I nderuar të jem me ju, por na keni ftuar në një moment që shqiptarët janë në një proces shpirtëror akoma, janë duke ushqyer shpirtin më shumë se sa trupin, duke i dhënë shpirtit atë që ka më shumë nevojë, ushqimin e fenë dhe kapjen për litarin e shpëtimit që është feja e Zotit. Feja e Zotit, feja islame. Feja e Zotit, feja islam. Sipas një hoxhe. Jo, sipas Kur'anit. Mendoj që Sipas të gjitha fetë monoteiste janë fetë e Zotit. Të gjitha fetë monoteiste, në fakt, nëse futemi në një debat teologjik të mirëfillt, shohim që feja monoteiste është një e vetme. Pastaj janë njerëzit ata që e kanë emërtuar sipas drejtimit që kanë marrë. Zoti një fe ka shpallur. Në fillim dhe në fund, një fe ka thënë dorëzohuni. Pastaj nëse e përktheni në një gjuhë aramaike të vjetër ose në një gjuhë hebraike të sotme ose në arabisht, ajo del dorëzim Zotit, del islam në arabisht. Por ama ajo është një fe. Po çka po ndodhet domethënë në fakt me butën? Çka thot Islami për luftrat e fundit? Eskatologjia islame hoxh se ti shpjegon më mirë. Për sa i përket gjendjes situatës aktuale, është shumë e vështirë të thuhet nëse është fundi apo parafundi dhe të futemi në disa teori të cilat nuk janë as të prekshme, por janë edhe jashtë realitetit. Ne shohim që këtu kemi një luftë që ka të bëjë me supremacin, ka të bëjë me dominimin e tregjeve, dominimin e territoreve dhe dominimin politik. Kemi të bëjmë me një luftë e cila është alogjike në